Pra i bie që nëse shkojmë potencialisht në zgjedhje, shkojmë për një mos dakordim të kësaj çështje. Tani nuk mund të parashikoj, a mund të jetë pikërisht gazi amerikan si çështje që do të shkuën në zgjedhje nëse s'ka mirë kuptim të subjekte politike, po unë besoj që këtë do të kalohet edhe nga partia në pushtet. Duhet të kalohet, pra duhet të Mendoj që është pozitive të kalohet kjo çështje. Duhet të lëshohet pe. Patjetër. Teksa slogani i lëvizjes së vendosë ishte nuk mund me në mënyrë ne të jemi jo të dakordum me politikën e jashtme në kundërshtim me politikën amerikane. Deri në mosën sa që unë besoj, sigurisht nuk dëmtohet edhe qytetari i Kosovës me këtë projekt. Po ne përfitojmë. Është mirë të jemi pjesë e këtij projekti apo jo, sepse ka të bëjë me orientim strategjik, geopolitik, si e shihni ju? Nëse ndonjëherë ne kemi na pas rastin të jemi gjithmonë me perëndimin, duhet të vazhdojmë me perëndimin, nga se prej vitit 90 jemi rreshtuar nga vija perëndimit si vijë e demokracisë së lartë, të zhvillimit edhe të respektimit të drejtave të njerëzit në përgjithësi dhe të respektimit të institucioneve dhe shteteve në përgjithësi, atëherë duhet patjetër ne të sakrifikojmë nëse është nevoja këtë drejtim edhe të rreshtohemi me të gjitha kapacitetet edhe ekonomike edhe politike nga perëndimi. Ne nuk themi, unë nuk shoh që ka kundërshtimin këtë drejtim, po sigurisht ka vlerësime hezituese derisa të bindet edhe subjekti më i madh politik këtë drejtim që ta përkrah edhe këtë projekt. Sepse është jo reale, jo binse edhe për mua nëse refuzohet një projekt amerikan, përderisa nuk mbin dikush tjetër që janë i dëmshëm për ekonominë e vendit. Dakord, zotri Kastrati, sepse kjo është temë edhe më shumë edhe për ekspertët e energjisë, ndoshta për ta diskutuar, por sa për diskutime që po flasim për një marrëveshje të mundshme politike, e cila duhet patjetër të ndodhë, sepse e pam se çfarë ndodhi kur nuk dakorduan. Mirë po, në anën tjetër ka edhe një diskutim tjetër. Kush e mandaton qeverinë